Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Luanit, do bëjmë leximin e radhës për ju. Në fakt është një shtrirje goxha interesante, duket si një mesazh që lidhet me iluzionet, shpresën dhe nevojën për qartësi, para se të besosh apo veprosh të dashur. Maskat, do fillojmë me këto. Ta them kështu në përgjithësi në leximin, duket dikush nuk është plotësisht i sinqert, mund të paraqitet si një fat i mirë ose një lajm i bukur, por fshihet pas një maske. Pas një maske, përpara se të besosh apo të veprosh të dashur Luan, dëgjoj me vëmendje, mos u nxit dhe përdor mençurinë tënde. Maska, disa gjëra pra nuk janë ashtu siç duken. Njerëzit mund të tregojnë një fytyrë në publik, por të mbajnë një tjetër brenda. Kujdes nga hipokrizia të dashur Luan. Manipulimi apo thjesht idealizimi një situate. Kjo letër ju paralajmëron për mashtrime jo të dhunshme, do të thosha kështu, mashtrime të buta, por që të çojnë në një zhgënjim. Bufat apo huti. Kjo është letra që ju fton në fakt, që ta nxjerr në dritë, kështu që ta shikoni më mirë, që ju fton në fakt të vëzhgoni. Mençurisë, është letër mençurisë dhe diskutimeve të matura. Mos merr vendime impulsive të dashur Luan, dëgjo, shiko dhe vlerëso faktet. Mund të marrësh një këshill shumë të vlefshme nga dikush më i urtë, ose vetë zëri yt i mbrëmshëm. Do thotë mençuria po flet të dashur që mos të bjeni prej këtyre maskave. Kali i ylberit, ndryshe quajtur numër 1, një lajm, një vizitë ose një person që shfaqet me shumë dritë, entuziazëm, energji të fortë, është hyrje e papritur, por kur del për krah maskës, duhet pyetur, absolutisht, për çfarë ka realisht pas këtij lajmi, person apo ndjenje. Çfarë po sjell ky, nga që është afër maskës të dashur dhe duhet të kemi kujdes. Çfarë do lajmi që merrni, ta merrni me pikpyetje. Çfarë do gjëje që ju thon, ta merrni me pikpyetje. Unë kam pak më shumë të them në përgjithësi, nga që e dini që ti merrni me përgjithësi, nuk është që nuk e dini kush mund të jetë të dashur Luan. Fati mirë këtu, një shans i vogël, një moment i bukur që mund të vijë si dhuratë, por kjo letër është e përkohshme dhe bashkë me letrën e maskave tregon se ky fat mund të jetë një mashtrim i ambalazhuar bukur. Pra, çfarëdo që po bëhet fjalë, mos u verbon nga emocionet e bukura që mund të vinë shpejt. Pyet vetveten, është kjo e sinqert apo thjesht duket vetëm e bukur, apo shumë e bukur për të qenë e vërtet. Nëse dikush po të ofron më shumë fjalë të bukura ose premtime të shpejta, merr kohë për të parë realitetin. Besoj zërit tënd të mbrëmshëm, besoj mençurisë tënde, apo fol me dikë që mund të ndihmojë dhe të shohësh përtej asaj që faktikisht duket. Pra, shpresa që mund t'jap dikush nuk është i sinqert. Mos nxit nga pamja, shikoj përtej kësaj maske, e vërteta del vetëm kur je e qetë dhe ti merrni gjërat me zgjuarsi, dal nga dal, të dashur Luan.